Gjatë një fjalimi të mbajtur në Parlamentin Gjerman më 18 mars, kancelari i ardhshëm i Gjermanisë Friedrich Merz tha: "Kjo që po shohim prej 3 vitesh është një luftë kundër Europës dhe jo vetëm një luftë kundër integritetit territorial të Ukrainës." Fjalimi ishte pjesë e planit të tij për shpalljen e një projekt ligji që parashikon një fond të madh për mbrojtjen dhe infrastrukturën, i mbështetur nga premtimi për të bërë çfarëdo lloj gjëje që duhet për të mbrojtur lirinë dhe paqen. Ndërsa s'ka dyshim se Merz dhe kolegët e tij gjerman dhe europian e kuptojnë se çfarë është në rrezik dhe ndonë se historia e luftës Rusi-Ukrainë 3 viteve të fundit na ka mësuar diçka, ata mund mos i kuptojnë plotësisht manovrat e mundshme të Rusisë. Siç ndodh shpesh në çdo rast, dështimi për të parë panoramën e madhe rrezikon që zgjidhjet e propozuara të mos shkojnë thellë ose mjaftueshëm larg. Realiteti në një periudhë afatmesme, nëse ushtria ruse lejohet të rigrupohet pas luftës në Ukrainë, mund të jetë shumë më i zymt se sa mendohet. Ai mund të përfshijë në listën e synimeve grabitçare të Moskës edhe vende që dikur ishin pjesë e Bashkimit Sovjetik. Natyrisht Merz dhe liderët e tjerë të Europës nuk janë përgjegjës për sigurinë dhe mirëqenien e vendeve jashtë perimetrit të Europës, por mosnjohja e rëndësisë së vendeve të Kaukazit dhe Azisë Qendrore, si dhe Bielorusisë dhe Moldavisë, për të ardhmen e Europës do të ishte një qasje drejt shkurtër. Lejimi që Putin t'i rikthejë këto vende nën kontrollin e Rusisë do të jepte atij qasje në një listë rreburimesh, përfshi rekrutët ushtarak për të zhvilluar luftrat e tij të ardhshme në Europë. Dhe ja se si do të ndodh kjo. Lejimi i humbjes së Ukrainës dhe që Putin ta shes atë si fitore, do të ushqejë me siguri ambicien e tij më të madhe dhe do përdoret si justifikim për agresionin e ri. Pasi të lejohet të ri për të ri ushtrinë e tij, hapi i parë i Putin do të ishte ribashkimi i Bashkimit Sovjetik. Në disa raste Putinit nuk do t'i duhet shumë kohë për të arritur këtë qëllim. Bielorusia ka të ngjarë të jetë dominoja e parë që do të bjerë, pasi ajo është tashmë pjesë e orbitës së Moskës, duke u përballur me një presion serioz nga brenda. Presidenti Lukashenko nuk është në gjendje të bëjë presion Putinit, ndaj do të jetë i lumtur të bëhet një antar themelues i BRSS 2.0. Nga ana tjetër nuk do të nevojiten shumë përpjekje për të aneksuar zyrtarisht Armenin, një vend që ka qenë në kontrollin e Putinit më shumë se çdo ish Republikë Sovjetike. Kryeministri Pashinyan, që nuk e ka sfiduar në asnjë mënyrë kuptim plot këtë dominim që nga ngjitja e tij në pushtet në vitin 2018, do të vazhdojë me kënaqësi në këtë kurs. Në të kundërt, populariteti i tij i dobët do ta bëjë të lehtë për Kremlinin që ta zëvendësojë atë me një besnik më popullor. Pas Armenisë, nënshtrimi i Gjeorgjisë do të jetë një përfundim i paramenduar. Partia qeverisëse e vendit ëndra gjeorgjane është proruse, dhe ndërsa publiku gjeorgjan është kryesisht pro-perëndimor, kundërshtimi i tij do të shtypet nga përdorimi drejt për drejt i forcës, si nga veriu ashtu edhe nga jugu, duke mos i lënë udhëheqjes së vendit asnjë zgjidhje reale, përveç se të nënshkruajë hyrje në Bashkimin e Ri Sovjetik. Azerbajxhani mund të ta ketë fillimisht një farë mundësie manovrimi dhe mund të shmangë aneksimin e drejt për drejt për shkak të lidhjeve të tij të forta me Turqinë dhe marrëdhënieve tregtare të mbrojtjes në rritje me Izraelin, por kjo do të jetë e përkohshme. Rusia ndoshta në aleancë me Iranin mund ta nënshtrojë lehtësisht diktatorin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe mes shumë jetëve të tjera do të luajë edhe me kartën e pakicave kombëtare. Minoritetet e rëndësishme, lezgin, talish dhe tat në vend mund të nxiten nga Rusia, që të kërkojnë autonomi duke sfiduar kështu autoritetin e Aliyev të trashëguar nga jati i tij. Republikat e Azisë Qendrore nuk kanë asnjë shans të bëjnë ballë presionit të Putinit. Kazakistani me një kufi të pambrojtur prej mbi 7500 km me Rusin ka të ngjartë të kapitullojë brenda disa orësh nëse sulmohet drejt për drejt, ndaj ka po aq të ngjartë pranoi ofertën për të bashkuar me BRSS-n. Duke pasur parasysh korrupsionin e madh, pakënaqësinë sociale dhe mbështetjen tek Rusia për punë dhe dërgesat e emigrantëve, popullsia në Kirgjistan, Taxhikistan, Turkmenistan dhe Uzbekistan ka gjithashtu të ngjartë joshet i Bashkohet Perandorisë së Re. Organizata e Traktatit të Sigurisë Kolektive e drejtuar nga Rusia do të bënte ligjin dhe do t'i detyrojë republikat e sapo bashkuara të BRSS-s që të kontribuojnë në luftën e Moskës ndaj vendeve europiane. Reintegrimi i mëvonshëm ekonomik do të ishte një hap i logjikshëm për të parandaluar shfaqjen e një skenari të tillë orwellian. Do të duhet parasgjithash një përgjigje shumë e fortë ushtarake kundër agresionit vazhdueshëm rus në Ukrainë, ndërsa buxheti i ri mbi riarmatimin i propozuar nga udhëheqësit europianë do të ndihmojë në modernizimin e aftësive luftarake të kontinentit dhe do të shtojë rezervat e paksuara. Këto masa do të bëjnë pak për të adresuar sfidat afër të shkurtra në fushat e betejës së Ukrainës. Për fatin e mirë të Europës, Ukraina ka tani ushtrinë më të madhe dhe më të fortë në kontinent sa i përket përvojës luftarake, prandaj duhet të bëhen përpjekje të reja për ta fuqizuar atë plotësisht. Kjo fundit mund të jetë pozitive edhe nga pikpamja e politikës së brendshme. Opinioni publik në mbar Europën ka të ngjartë favorizoi opsionin e financimit të ushtrisë ukrainase
në vend të dërgimit të trupave nga vendet e tyre, qoftë edhe pas nënshkrimit të traktatit të paqes. Ekonomia ruse është në gjendje të vështirë dhe dëmtimi i aftësisë së saj për të financuar përpjekjet e luftës duhet të jetë objektivi i dytë. Po ashtu duhet forcohet regjimi i sanksioneve ndaj Moskës, duke synuar bashkëllëqet aktuale dhe ushtruar presion politik mbi vendet që e kanë ndihmuar Rusinë të shmangë sanksionet. Çështja e aseteve financiare ruse të ngrira në institucionet europiane duhet të jetë gjithashtu në tryezën e diskutimeve si një masë e kohës së luftës. Së fundi, duhet bërë akoma më shumë për ta mposhtur Rusinë në lojën e saj, përdorimin e fuqisë së butë, duhen marrë të gjitha masat e mundshme kundër aseteve dhe interesave të saj strategjike në vende fqinje, përfshirë mbështetjen e lëvizjeve opozitare pro-perëndimore, përdorimin më aktiv të medias dhe propagandës, si dhe një ndarje më të gjerë të dhënave të inteligjencës për të sabotuar përpjekjet dashakeqe të Rusisë në mbar Europën dhe ish republikat sovjetike. Nëse Putin gjen një partner të gatshëm te presidenti Trump në qëndrimin e tij revizionist për historinë dhe kufijtë e Ukrainës, është shumë e vështirë të matet rreziku për Europën. Nëse lejojmë që Putin ta rindërtojë Bashkimin Sovjetik, kjo do të ketë pasoja shumë më serioze për Europën, duke kërkuar përpjekjet përbashkëta konvencionale, por edhe qasje jo konvencionale.